Hermonela të thot të kundërtën, të thot këtë gjë. Shiko, thot, unë nuk jam njeriu më i talentuar në planet, thot, edhe në fushën time. Por jam qeni punës. Dhe unë e di sepse e shoh atë gjë. Hermonela çohet në mëngjes dhe fillon punën. Punën, po. Domthon ka stërvitjen që do të bëj, ka ato vokalizat, gjëra, mirëmbajtjen e akordave të zërit etj etj. Por është një njerëz që punon gjithkohës. Domthon edhe në plazh ka ca partiturë, aty gjen një moment lirë dhe edhe thot, "Hajde ma përkthej çik këtë, supozojmë se është frëngjisht ose prita këtë." Në një moment tjetër mund të jetë edhe duke gatuar, se është njëri super i thjeshtë dhe gatuese shumë i mirë, fakt. Dhe gatuan edhe aty këndon diçka ose diskuton diçka. Është njëri shumë pasionant me gjitha etj. Dhe ky lloj njeriu i duhet shoqërisë. Po sot s'du të shkoj në shkollë për toj, sot jam i lodhur. Ky është momenti ku dallohet ai që është njeri i suksesshëm nga ai që është njeri i pasuksesshëm. Sepse ai që është i suksesshëm nuk ka për të bërë kompromis me punën. A mund të ndodhi që nga kjo tryezë partitë dalin, përfitojnë ose dalin me imazh më të mirë, me që përmendet rastin e Partisë Demokratike. Po, unë mendoj që mbi bazën e kësaj tryeze, nga kjo tryezë Partia Demokratike do dalin me imazh më të mirë. Është e sigurt, por nuk është ky qëllimi im, ky është produkti i asaj çfarë del ose pasojë e asaj çfarë del. Po qëllimi i tryezës nuk është për të përmirësuar imazhin PD-s ose lapajt ose shejajt ose dikujt tjetër. Qëllimi është si t'ja bëjmë që të zgjidhim një problem shumë më të madh që e kemi që të gjithë njësoj mbi kokë. Dhe s'po e zgjidhim dot se secili po lufton për qeft vet nga frëngjit e vet. Ja dolët edhe ju spion të Soros. Po dolëm patjetër. Ska vlen pa merak se gjithë Shqipëria janë të spion të Soros. Gjithse kush ka mendimet e veta dhe sa mirë që jemi kështu të lirë për t'i shprehur. Merr edhe gjend 4 shtetet më të pasura të botës. Edhe shikon, çka kanë përbashkët këto shtete? Se njëri është Singapori në fund të dynjas, qeveriset e vogla. Tjetri është Luksemburgu në mes të Europës, një tjetër është se di se çfarë shteti tjetër. E ti shef, e thu, pse këto shtete janë të pasura? Çka kanë përbashkët? Se burimet natyrore njëri ka, tjetri s'ka. Dhe nuk janë ato të naftës, është tjetër gjë nafta. S'po flas për shtetet e naftës. Dhe ti shikon që kanë të gjitha një gjë të përbashkët, lirinë ekonomike. Shteti shkurt i le njerëzit të punojnë. Shteti nuk i masakron me taksa. Shteti garanton që nuk do të ketë korrupsion. Shteti garanton që do të ketë konkurrencë në treg, jo monopole. Shteti garanton që prona jote është prona jote, s'ta prek dot asnjëri. E ketë mbrojtur me kushtetut, as shteti vet nuk ta prek dot. Dhe në atë moment ti e kupton pastaj atë që do duhet ta kuptonim që të gjithë, që problemi, që zgjidhja nuk është shteti. Shteti është problemi. Se çfarë ju ka shkuar në mendje kur keni dëgjuar në hapësirën publike idetë e Lea Ypit? Jeni personi më daft për të pyetur.